Nëse macja e dikujt tjetër vjen te dera juaj, ka një arsye, zbuloni çfarë mund të ndodhë me ju. Në kultura të ndryshme ka disa kuptime dhe simbole që lidhen me arjen e një mace tek dera juaj. Në Indi besohet se nëse shtëpinë tuaj e viziton macja e dikujt, së shpejti do të ketë dasëm ose do të keni një zgjerim të familjes. Personi i zgjedhur nga kjo kafshë si pronar së shpejti mund të presë ndryshime në lumturinë e jetës. Besohet se një kotele adoptuar mbron familjen nga energjia e pafavorshme. Një mace shtatzan në pragun e derës është edhe prova e shenjës së mirë. Ato nuk do të vinë në një shtëpi ku mbretëron kaosi energjik, por të rriqen nga vendet që rrezatojnë energji pozitive. Shfaqja e saj në pragun e derës tregon se ju pret fati, suksesi dhe mbarësia, veçanërisht nëse kujdeseni për kotelet ose ja adoptoni. Një mace që endet në shtëpinë e një personi të vetmuar mund të tregojë një takim me të afërtit dhe shpirtin binjak.